ku në vjedicin e 2 të marsit është bërë një kontroll tek ETC-ja, i cili është raportuar shumë pak nga e BKH-s në atë kohë. Dhe dëshmimtar në një nga katët e asaj, mund të themi, Gradacela, çka quhet ajo pallat kështu i lartë, përballë me kishën katolike, thonë që kanë qenë disa persona civil që në moment caktuar kur u hap një derë, një zyre aty, hynë me njërë me distiktiva dhe kryen një kontroll, morën me veten materiale, pajisje elektronike dhe ikën. Dhe në atë kohë aludoje për çfarë ishte ky kontroll, me çfarë kishte lidhje, por u la kështu si në heshtje për shkak të zhvillimeve tjera që po thonin. Dhe tani ne marrim vesh që ai kontroll ka qenë në lidhje me hakerim, që do të thotë sipas vetë njoftimit që ka dhënë SPAK, që në një nga ato zyra është drejtuar një formë, një metodë e penetrimit në sistemet e komunikimit elektronik, që janë emailët, phishing, janë sistemet të cilat ti bie viktim e hapjes si një emaili ose të shkodimit, të marrjes së passwordeve, kur janë shumë të thjeshta, nga 2 persona. Tani këta 2 persona, unë rasti konkret, i mendoj dhe i konsideroj që janë ekzekutor. Po kush është organizatori? Kush është koka, kush është porosici, dhe çfarë qëllimi ka, për çfarë i përdor. Po, pyetja tjetër, cili është dëmi që është bërë? Çfarë dosjes kanë marrë, çfarë fajles kanë marrë? Nëpërmjet këtij penetrimi janë marrë dokumenta, komunikime, çfarë ka pasur në skedarët e emaileve dhe po ashtu në skedarët e kompjuterit, sepse nga emaili ai hyn në kompjuter. Tani, ne dim që SPAK-u ka një sistem shumë të sofistikuar, me firewall e tjerë, dhe mirë po disa prokurorë kanë qenë të pakujdesshëm, për mendimin tim. Qa, prokurorët punojnë në rjetë? Punojnë në rjetë apo kanë kompjuter individuale? Kanë qenë të pakujdesshëm për të rirë dhe për të pasur sisteme më të mira mbrojtje me pasworde dhe me identifikim më të sigurt. Kjo ka bërë që këta të hyjnë, por nuk kanë hyrë në të gjithë, kanë tentuar të hyjnë në të gjithë kompjutrat, kanë hyrë vetëm në 3 prej tyre, dyshohet dhe për të tjerë, po verifikohen, është një pikpyetje e madhe ende se çfarë dëmi, e pra ende s'ka një përfundim të hetimeve se çfarë ka ndodhur në të vërtetë. Janë materiale që ato që janë marrë, janë shkëmbyer në disa politikanë, edhe disa gazetarë. Janë shkruar SPAK-u që mos i nxirrni sepse janë sekrete, aty bëhet fjalë për politikanë, për biznesmen. Tani unë qëllimi tyre nuk e di, mbase është një shantazh, një luftë e brendshme, një hakmarrje ndaj dikujt nga dikush. Nuk di ta them këtë, sepse po zhvillohen hetime, por sigurisht që deri tani në këtë fazë të hetimit nuk është vënë re ndonjë bashkëpunim nga brenda SPAK-ut, po për mua një lloj panorame të përgjithshme se çfarë sisteme sigurie ka, aty do ta ketë dhënë një njeri i brendshëm.